be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laugh. We better have a talk, think it might last until it's dark. When the candlelights are out, I really think it's goodbye. Përshëndetje YouTube-i dhe mirë se erdhët. Andi, po I bje për të kuj, thash Andi t'i bëj pastat, është I recet, nuk jam me mëntemrin, po është me kunguj, me lule kunguj, me këshu. Edhe I thash Andi t'i bëj unë ato pastat ashi, se po grin kungujt. Jo më tha mu mos I ber, mos e shifni Andi të pimple patchin, se I ka dalin puqër e keqe. Se duket ajo? Hiq. Por I ka dalin puqër e brendshme dhe bëjnë mirë. Edhe, qa më theti mua? Jo, I thashon se, shive, nisë ma beti kështu. Dje kam lajen 2 herë, me dorë. Po ku isha në kohë që ti lajen? Po, 2 herë me dorë, sot prap kam lajen me dorë, 3 herë me dorë. Me thonë drejtën, dje I futa lavastovilje, sot nuk I futa. Se ka përtoj të zbraste lavastovilje me shumë, nësi. Edhe kam lajen 3 herë, 4 herë. Edhe gruaja tha, bëj makarona, unë tha, me ato me kunguje, kur I bojër si këto gjona që janë bukura dhe të shishme, a këto, bo shumen. Bo e në mosa zoti rrit, ka gjdo provime ka një luk. E pije provon, e mush aty e ka për të tyrë gjitha të që kam lau t'i fusi prap në punë, edhe t'hajnë 2 veta. Janë nuk e di sa jenë. E thash, ato makarona tu e thash unë bëjmë gjithë to, e thash unë më dhem kurizi. Pse qa detyre e keti? Se po la jenë atun. E ke këtë javë? Jo, se ka mund të jemë. Jo, se kemi këtë javë. Shumë theti këtë javë? Po thetja do t'i lash, unë thash po se kemi. Po gjithësi po t'i lajnë që se t'i do një Sepse, ndryshimi që ka ndodhur, është që unë shkoj më shumë orë në punë. Dhe shkoj mesatarish me turnin që më ka dalë 25 orë në punë. Ju të thoni nuk janë shumë, por duke qenë se u merrem dhe me YouTube-in dhe online, më bie goxha orë që të punoj ullur edhe të angazhohem. Dhe më thënë, okej. Jo, po, edhe pak ka pak qefsh. Edhe Andi gjithmonë më ka pastaj në moment që ti do nisësh Teilzeit punë, të punosh mbi 20 orë, unë të ndihmoj me punë të shtëpisë. Erë si u qandë. Edhe ku ishte mini job, edhe ku ishte pa mini job, edhe ku ishte pa shkollë. Edhe ku ishte pa YouTube. Është qallë. Edhe thash t'ishtë për ndihmoj pa. Edhe tani po ju tregoja, jam lodhur shumë në punë, dje kam qenë 6 me 12 në mëngjes, erdha në shtëpi në orën 12:30. Dje po e la? 12:30, I ka prap në orën 6 në punë deri në orën 9. Po, dje po. Se kishim inventar. Është e bezdisme fakti që shkon kështu, por që... Pastaj, gjatë javës jam 2 herë 8 orë gati, me një pushim në mes, edhe 2 herë në 5 orë. Edhe kështu janë goxha orë punë. Me thënë të drejtën edhe rruga, jo shice, gjithë ditër në kamp, sepse është puna e tillë që nuk rri ullur. Faktikisht ku jam për kauferin jam ullur se kam karrige. Po, ti të ka ardhur mundësie, pse mos qash? Si karrige, si atje. Edhe... Shkoj që shkon punë, qau. Edhe është goxha ndryshim. Ishte java e parë tim e imja Teilzeit. Ishte shumë... I thash edhe do t'i më javë në parë, thash në derisa... Dhe ishte të stabilizohet më të më prap në punën. Ta I ktheu të rendit tua dhe I bëj që të buash. Ja, okej, se s'ka në gjoja se I kam la për shembull I po... Por kështu e kemi ndarë, derisa të stabilizohet gjitha edhe puna. Se kemi për qef. Po bëm për detyrë shtëpie se për qef s'po bën njëri asgjë. Po më pak me t'nimu ty, pse... Me t'nimu mu, po t'nimu shpintate ti. Po me okej, ma punë shtëpie, është burë ideja është... Po I marr me vete me më ndihmu mu, pse shtëpia ime është kjo dhe ka arti një catë ditë e më ndihmon. Që dhe ishte mija. Qa dhe I mendje. Që dhe ishte mija. Shpintate po ndihmonë. Mi ma okej, por është fjalla që bie. Pse si bie fjalla? Që po ndihmojnë. Po ndihmon, se po ndihmon vetën tate. Edhe po tregoja pak për Teilzeitin. Po tregoj pak për Teilzeitin e punës time. Jam knaqur, jam lodhur, por jam knaqur. Okej, se jam më shumë orë, qiko, mua më pengon edhe fakti që nuk di shumë mirë. Se ta them nuk di shumë mirë, e ndërkohë unë ikim punë për ditë dhe flas gjermanisht për ditë, çdo gjë bëj vetë gjermanisht. Do të thënë një 10 unë di një 7 gjermanisht. 7, 6 e gjysë 7. Ja, di në 7. Po jo më sa aq di unë merrem vesh. Po si, unë shes për ditë.
Jam shitse për ditë, I them numrat për Se ditë. ka poziciona pune që robi mëson ato. Po më pyesin për ditë mua ato për gjëra të Nuk është ndryshme. si pra, është koza ka eri si këtu, kam mësuar shumë mirë. Do të thënë, unë s'kam bërë akoma 3 vjet në Po, Gjermani ka mësuar dhe shumë mirë. punoj, okej, çdo gjë është okej te puna, lodhem, okej, sepse Teilzeit ka dhe më shumë përgjegjësi, duke qenë se nuk jem më mini job dhe nuk jem më funny në punë që ikën vetëm 4-5 orë në ditë, ke më përgjegjësi, të shtohet më punë, volum pune, jem më shumor, edhe normale nuk të shef më njeri për mini job se të pagon 100 me lekë, të pagon siguracione, të pagon të tëra, edhe rroga më shërritur për orë, nuk I pagohem as si mini job. E normale që edhe kërkesa e llogarisë ngrihet shumë më shumë. Se sa kur isha mini job, se mini job thotë ajo 4 orë lot trutur me këtë, e ke parasysh edhe rroga është minimale, ta bëj si të doj, të fshi të laj, të rregulloj të bëj, kurse kështu të kërkoj llogari maksimale sepse thotë që je një punëtor I mirë fill në punë. Edhe po ka qenë interesante, thash, jam deri diku jam shumë e gëzuar, ka ato ups and downs-at e veta, ato ulje ngritjet e veta, por jam shumë okay. Thash, anti më ka ndihmuar. Thash pse po më vjen nxehtë, po pas kam nes këtë. Edhe anti po më ndihmon shumë. Po më ndihmon thotë, se po ndihmon shtëpinë e vet. Që mos na bari shtëpia përballë rrëmuja, edhe të ngelim në rrëmujë pas herë. Kjo është preja lindi kështu, se unë nuk e thash për se po ndihmoj herë, se na bërë si mund normal që shtëpia është e jona, por kjo është preja lindi kështu se herë si ka bërë shumicën e punëve, unë kam qenë full job, edhe jam full job, edhe normalisht I person që arrin shtëpi, normalisht po do kontribuoj me një lloj pune tjetër. Po, edhe kështu pranesh ideja që kjo jo se edhe kështu ka qenë jeta jonë së fundmi, po ambientohemi, edhe po ambientohemi që Andi të kalojmë pas ditët vetëm, edhe unë t'i kaloj në punë. Po bojnë 2-3 herë këtë javë. 4 herë, jo 3 herë. 3 herë këtë javë, plus të shtunën I ka prapë 4 herë. Se kur vjen orën 6. Një herë da në orën 6, pastaj 3 herë të tjera në orën 10. Po, kur vjen orën 6, nuk është për të llogaritë se edhe unë ka 5 jam shtëpi, kështu që s'është në edhe kështu. Po që përgjithshme mirë. Përgjithshme ka qenë shumë mirë, kam rregulluar edhe ca burokraci me letra, duke qenë se unë jam edhe vetë punësuar, kam për të bërë goxha procedura të ndryshme për punën, edhe çdo gjë ka qenë okay. Do të them shumë e kënaqur deri tash, të sot I marrë përgjigjet negative, pozitive për ato që kam kërkuar. Nesër kam një takim me doktoreshën përsëri për operacionin që kam bërë, për rekuperimin, për çdo gjë, nëse jam 100% e shëndetshme. Nesër kam takimin të matem, ka zënë pak stresi për atë, por nuk I kam bërë vetes shumë angst si herën e fundit, isha shumë nervoze, Shumë zemra pa përgjigjen. Po, isha jashtëzakonisht shumë keq, edhe kam qarë jashtëzakonisht shumë, ka kap një ankthi pa parë herën e fundit që kisha kontrollin, Andi shkret e disa shumë kam qarë çdo ditë që ka pasur Zoti, kam qarë. Nuk e di, më kapi jashtëzakonisht shumë Nuk është I panikshëm, po menon, do të thënë kur ka I problem gjithmonë menon të keqe. Gjithmonë. E privatis vetëm, edhe kjo ishte sipas psikologjisë ishte person që që jam me trauma, thoshte, na që e sjell gjithë përgatis vetëm për negativen që ta përballoj negative në momentin që të ndodh dhe kur ti pozitive të ndihem më mirë. Të paktën kështu funksionoj. Kur do diçka të mirë, kur thot që do dali kështu, nuk quhet kjo që e përgatit veten për të mirë, por quhet që kjo e manifeston. Por është diçka që është edhe e keq edhe e mirë përshëndetësore, nuk e manifeston, domethënë diçka që pse mos dalin mirë, pse mos bëhet mirë. Jo, po aty është e rëndësishme, ajo gjë tjetër është shkoti. Përshëndetësore ja fut. Unë jam smur, jam kështu, e kam këtë ose kështu mendoj unë. Edhe nuk do ta mori kështu. Po, e kam shumë të keqe këtë. Hear that lonesome engine sigh as the desert train rolls by. Try to make Lone Pine by moaning. Miles of highway in the sand, kicking dust in cowboy land. Riding all the daylight through. Dunes under Mojave sun. Ja ku jemi tek vlogu ditën tjetër, isha Termina, si ju thash, te takimi me mjekën, si ju thash.
Edhe gjërat shkruan deri diku okej. Domethënë jam shëndoshe mirë, jam shumë okej, çdo gjë me plagën, me operimin, kishte shkuar në vendin e duhur. Akoma duhet të pres për përgjigjen përfundimtare që të më thojë, duhet më bëj edhe një herë pap testin, pas 6 muajsh që të më thojë që çdo gjë me qelizat është normalizuar, çdo gjë, domethënë e kanë marrë veten dhe nuk ka problem për ripërsëritje. Prisja që të më thoshte që tash me thënë të drejtën, të më thoshte që çdo gjë është okej, që pas 3 muajsh, çdo gjë mund të vazhdosh me fazën tjetër. Gjë është okej, por jo, më tha, duhet të presim dhe 3 muaj të tjera. Më mërziti pak me thënë të drejtën, thash prisja që të mbyllej ky kapitull me 3 muaj, po isha koshjente që pas 6 muajsh pas operimit kisha takimin tjetër, por prap, e keni parasysh shok. Gjithsesi, ishte shumë mirë, takimi shkoi shumë mirë, çdo gjë shkoi normalisht. Doktoresha ime është femër, është shumë e sjellshme, shumë me ato gjërat që duhen. Dhe është shumë okej për mendimin tim. Okej, jam i lumtur që jam shëndoshe mirë, plaga është mbyllur, çdo gjë është rekuperuar, çdo gjë nga ana kështu ç'a shef ajo me ekon duke shumë okej. Duke qenë se kontrolli është ekovaginale, edhe kështu, po thash, në mërzita se doja të më thoshte që direkt është mbyllur si kapitull, do të thënë nuk doja të prisja edhe 3 muaj të tjera, nuk e dia po më kuptoni. Sot është e hënë, unë jam pushim nga puna, Andi ka ikur në punë, bëra takimin dhe nuk kam bërë asnjë gjë tjetër, se gjithmonë ndihem shumë e lodhur, nuk e di si ndjeni juve, por unë personalisht ndihem shumë e lodhur pas takimeve te doktoresha, te Frau Weiz, edhe kështu dita, kusure. Themla njerë, qa nuk në ra në femrave dhe nuk e hoqëm. Të gjitha ne kemi më të komplikuar takimet në mjek, cikël, çdo gjë, hormonet na ndryshojnë, kemi si bomba, njëherë kështu, njëherë ashtu, njëherë kështu. Do të thënë, çdo gjë që është nga ana hormonale, nga ana kështu, neve na ka rënë për pjesë. Sot është edhe një ditë që është goxha e brinjtë koha, edhe pse jemi me fat, sepse kemi qenë në qershor, që në javën e parë të qershorit, deri sot që është gati fundi i korrikut, që nuk kemi jetuar asnjë ditë me shi dhe asnjë ditë me vrenjtur, sepse kur ishte vap këtu, ne kaluam heatwave-in që ishte këtu ajo vala e të nxehtit, ikëm në Francë këtu bëftot kur erdhëm prap ishte nxehtë, edhe do të thënë gjithë vera për ne ka qenë verë nga fillimi i qershorit deri tash që jemi në mes të korrikut, edhe me vërtet ka qenë shumë këndshëm, nuk kemi përjetuar asnjë ditë shije dhe si po na duket tash që është vrenjtur. Dje ishim edhe në Troë Denmarkët, bleme një gjë shumë të bukur për të vendosur vazët, po e kam vendosur aty, e kam larë, e kam vendosur. Edhe kemi marrë edhe suvenirat e Francës, nuk ju kam treguar, kemi bler parfuma, kemi bler sapuna, po dova t'tregoj më vonë kur të vi Danti, t'ju tregoj dhe ai të tjetë, sa ai bëri një rrip të personalizuar, unë mora një përzylyk, edhe kështu. Sot ndoshta vem diku dalim, thjesht për të ndier pak më mirë moralisht. Më shërritur edhe një lule jashtë, do ta pres edhe ta sjell brenda sepse shumë herë po fryren edhe kam frikë mos e thyen. Through the windy, wild and barren, over mountain pass once more, I would sail the wide blue ocean if it would land me on your shore. Weary eyes come look upon her, leave your troubles at her feet. When you're called unto the yonder to sing the joyful chorus sweet. All the earth flies up with Lule për Ersin. Mi ka ble Andi, sa të bukur që kanë ngjyra. E në këtë rejtë si e që ka O, qenë. zoti ma që pas ke qetur.
I love them. Unë 4 vjeç gjithë jetën time kam shumë qejf. Dema ditë për një patemi. Po se erdhëm kur erdhëm na pushime. Ha ersi hato. Edhe i thash. Po gar. Edhe i thash atij të vogël tim mbarore të tëra. Kush e ke unë? Unë ai po janim. Por pas një dite jo shumë e lehtë për mua. Po atë gjona. Mori lula andi për më bërë të ndjehem më mirë. Bon. Jesh, a marrë dhe diçka tjetër. Unë i them Andit mos merr mollë, që nuk janë në sezon, po Andi Mos merr mollë. Ice tea. Këtë pëlqeni si merr kanallça fatikisht, po e mora për qef se e di që ti i një ca ditë para the mos e merr. Po nuk po pëlqen mua në Gjermani. Në Francë ishte perfekt. Se shkuante aty made in France edhe mendoj se është më i mirë, ishte më i mirë atje. Më shijonte më shumë. Ka ujë më të mirë ato. Nuk e di çka kanë më të mirë. Ujë më të mirë kishin ato, kishin det. Edhe ja dhe lulkat, ja dhe patatinat. Martoni me një njeri që t'ju njofi, edhe t'ju bëj patatina. Po, edhe se sa kishte gatu për mu, dhe kur kam pas punu dikur në pare ke rreth i komunës. Ka pas qenë kamarier. Loto. Jo. Shumë zgarë, jo zgarë. Si tip zgarë, ku është flutra sot, nuk e di kush e di ke rreth, ku është flutra ka qenë një zgarë, po bëhet fjalë, po... Para 13 vjetësh. Po, geno, fiks para 13 vjetësh, imagjino s'ka qenë i rreth i madhe, Ka qenë një parkim aty që rrinte ai burri. Po, ka qenë... Ka qenë totalisht ndryshe komuna Parisit, s'është siç ishte sot. Yes, edhe aty ka pas bo një ai pilaf me kima. Me kima, po, me kima. Unë e kam pas dashuruat pilaf. Atë një hasha dhe me fasule, me plaçi, shaj kokër trashë, kokër madhe. Edhe ato hasha. Edhe atëherë nuk ishte, nuk hante derrin atëherë. Atëherë hasha visha si dreq. Hante dhe pinte, po, nuk është vetëm kjo, po hante ca salqishe të KMY-ja. Ato kam pas qenë të shtrenjta për standardin tonë, ishin 6.000-7.000 lekilja ato. Unë atëherë, unë posha e milioneri, se unë kisha milioner, po, jetën e posha. Birë, djathë, edhe ato salqishe që të tërë, sa të vogla. Kur e beje ti kese rajtë. Nise ke pas ditë mirë. Qa më këtu tani? Nise ke pas ditë kese rajtë. Kese për posha u kese rajtë për zotin. Meze, se do këm kese rajtë është meze. Po thjesht quhet e ke parasysh quhet shumë më këto shumë. Po kur erdhi ai riu, pastaj aty ngjitur me faqet në prova. Kur erdhi ai riu aty ngjitur me ato frutat e detit. Që zbulove karkalezat e skuqur, 10.000 lek. 10.000 lek si bëja në ditë? Nuk 10.000 lek se kisha ditën. I hasha, kam më pëthëm 10 milioneri, për zotin. Që dish me qa lojt. Kërë më thëmë, si atëhere, si sot në kur njët nuk e shof çmime gjonat edhe atëhere. Me shumë që doshe, me shumë të salqiqe. Ka, merë ato ishe shumë vogla shumë mira, për zotin. Në ekstrem mira. Mish deri kanë qenë per fare. Ashtu janë komandi, për zotin. Deri fare ka qenë, mesha ato, pak djallë. Kezenajt e përpara, imagina atere fshatashë nuk u qunde shumë kezenajt. Ishte i vetmi punëtor që punonte në tërë Tiranën, që të tërë me një rogë në vutë muajt këtë të me minus. Tregoj histori. Ka qenë i viteri, nuk e maj men. Po, nuk e maj me qa viti. Po të mi 14-a, 15, 14-a ka qenë, 13-14, një vit e gjysë punove tjetë. Punon të mbas shkolle. Unë e kisha rogën kananë qenë. Që 50.000 lek e kishë? Edhe punosha atje, mora 150 rogë. I kisha grop minus. Hasha pisha, kur bosha jetë rofeleri. Ku t'ishon qaj 150 lek. Mora së mëshe i në gjysë. Grop. Marë 5.000 lek. Ekstra më dhaj shefi Miles, po. Se kam shok edhe sot e s'ka ditë shke takoj. 5.000 lek ekstra isha pogë. Për zotë në 3, arsot. Katastrofë. Mda pasaj tjetë. Mda dhe i 50 dhe tha unë tjo, qa bohë. Tash, plakët është kam bojë. Për zotë shumë ka qenë, asë njerë nuk mërë të rogë. Rindë atje, se ka pas qenë loto. Vja dhe unë atje rria me Shka qenë Shqipëri e borë.
Rvija dhe unë rrija me këtë, sepse ishte loto Na, njerë ka pasar. po, aty jashtë. Në kafën e gjo. Po, se pastaj hapi një pjesë me bilardo që ishte edhe për goca, për Po, qifte. po, fatikisht po. Dhe- Pak më vonë. Ua, sa vite kemi bashkë për zotin, jemi të mollshëm. Që thumë për flasht. Për zotë. Për zotin, të Në rinia. premenot të shi qaj gjona për shumë i këmë Të bo. rinia jon, do më thënë që kose të rëmemi të rritur, 18 vjeç e sipër, çdo gjë, Atëre fillo karriera sportive. Në ndërprem. edhe shumë ka kime qenë. kemi. Vija unë e njerë ky njeri ka bë jetë. Lere që ankohet. Ja, po, nuk kam kohë. Për zotin, kur nuk kam kohë. Shive, unë nuk kam me muret mirë, maj men qa qeve shkam bo. Për zotin, në më thënë, gjithë gjithë njerëzit. Për zotin, po. Për zotin, zë për zotin. Unë nuk kam me muret mirë. Por qeve ti ka berë. Po, i kam bo, për nuk i maj fort men. Budalishe, pa e sa. Ti është karrierën e kam mbyllur. Ti është karrierën e kam Po, mbyllur. po qeve për zotin, për pije, për dale, kujdijone, kështu e. Po gjithë ma kemi qenë bashkë, gati. Kemi dalë me vërtet shumë jemi, na që edhe bashkë, majme të urikëm, malzime, çanta. O, atë ka qenë shumë bukur, kemi ikë me makinë. Qa vite Ka qenë, kur ikëm në Që shku në Shkodrë, nga Shkodra, shku në Ulqinë me çantë. Aja ka Nëse qenë kam telefonë këtë telefon, Po. kimi, ti ke plot, do të ke Aja shpetë. ka qenë fantastike që vajtëm në Ulqinë. Po, Po, që fitëm. kena bu shumë, atëherë s'kena pas bu YouTube. Mirë se përmash Po, para shumë po, vitesh, as po. Instagramin 2016 në hap. Apo 2015, një gjë e tillë. Jo me YouTube që nuk e se konceptoj shumë kjo idea e vlogut. Po. Ikëm kështu pra, morëm një autobus nga shkollë, ikëm me një Nga autobus Tirana në shkollë, Shkodrë, se nga s'kishim Shkodra në makinë. Ulqinë. Në, po, Ka në Shkodra në Ulqini, Ulqinë, pastaj ikëm në Budva. Po, bravo. Jëm Budva. Në Budva! Kisha vesh i për feliceta blu unë, me impal pupa jeshile, i mbaj Po. me si sot, që vajtëm në ajo që ishte me share bathroom, që ishte me banjo të përbashkë, Kena që pija të kolën, aty ke bërë del. po që na doli e goca pa recipetat të shtëpia që ishin ata çekët, që më thotë mu mos ik të flasësh me ata natë se unë nuk di të flas anglisht edhe ti do bësh muhabet edhe unë do rri vetëm. Më thënë ai pas dalë me qipetën se ma me njëzër. Ai kishte ndeur për ndente, ishte topless. Edhe kështu për totën. Që vajtëm që hengëm doner, te ka e qenë tregtare aty poshtë që ishte një në malë të zi. Unë i majmë paliqeta tuja kur kena kalu ke pjesa E shëtitores. Po, ke shëtitores poshtë në Ulqinë, aty poshtë ata e majmë. Ato janë paliqetat me qershi. Kisha i pa të shkurtra. Bravo. Po, qësa hersi mamen shumë një për zotin, hersi mamen shumë një. Për zotin Unë kemi kam shumë. shumë keq. Kemi shumë kujtime dhe kemi shumë foto. Kemi foto gjithandej. Po, hersi kam më shumë me thotë se hersi ka bërë bravo. Unë i bëj foto, ti mbaj mend kujtimet, i dua foto, ti dua videot se i kam ditar. Mu si më hargjoj telefon, Edhe me kalqin e po e mbyllim këtë vlogun. jeni shumë mirë. Me kujtime Me nga e qafe. kaluara, Po. me lule, Me lule, me të me gjitha. gjumë. Me your best friend, ka shumë që më të mbush se unë. Jo. Edhe me dash nuk ka. Me dash. Edhe me djë dhe me dash ka shansë.